Akoma shikues të emisionit Koshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Koshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kemi prezant, por faleminderit edhe sponsorëve tonë, atyre që mësojnë këtë realizim të emisionit. Është Ger Group SHPK me ndryshim profesional. Gjithë juve që do ndryshim profesional e gjeni te Ger Group SHPK. Faleminderit shumë pronarit Kushtrim Jetishi. Është ujë Sibura, një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme, përndryshe ju kisha propozuar këtë ditë vere me provu se është ujë që shkrihet Sibura. Faleminderit shumë, do të kiti se është prodhim me ndur pas. Është pija Rënia, longje që janë me veti shëruse. Pronori Sad Berisha e kam thënë shumë herë, ka orë nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë. Përndryshe këtu nuk janë vetëm longje, por janë me veti shëruse. Gjithë ju që e dini veti shëruse të Aronijes, e dini që ato janë shumë të mira për shëndetin tuaj. Faleminderit shumë. Longje Aronia. Është Medical Park, ai që më ka operu mu, edhe kom arrit me qenë këtë gjendje, Slim Fit. Nëse s'gaboj komun bi 24 kg, gjithë ju që dëni me pas një trup ka Slim Fit, shkoni edhe vizitoni Dr. Emzi Goshin tek Medical Park. Faleminderit shumë, do të kitje e modhe. Shikues të nderuar, sonte nuk do të flasmi gjona tjera, por do të flasmi përsëri për protestën. E di që ju kemi lidhur me këtë temë, por ja që aktualiteti politik në Shqipëri nuk na lejon të flasmi diçka tjetër, sepse atje kanë ndodhur disa arrestime kohëve të fundit. Për me diskutuar lidhur me këtë temë, kam të ftuar një mik të emisionit tim, por normalisht edhe mik të gjithë shqiptarëve. Ai është pro protestës, përndryshe është avokat edhe jurist i njohur. Me neve sonte është Zaçe Islam me ftym me dorë të kitje. Hajde Zaçe. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit. Si jemi ku jemi? Je ludh? Dorë të kitje më vullner. Hajde. Dëgjoj, adetarët nuk lodhen. Forca pak, më i fort. Po të shë pak të ludhur. Ka lidhur protesta, çka? Jo, u lodha se kam qenë në Gjirokastër, në Vlorë, 3 ditë rresht, dhe mbrëm në darkë, edhe sot jam këtu te këti. Falenderoj shumë, do të kitje e modhe, por u thash mos kanë arrestuar, burrat kanë rre. Jo. Ju, a? Nuk më arrestojnë mua sepse unë nuk shkel në drast kalbur. Pse? Nuk shkel atje ku nuk duhet shkelur. Unë i di kufit e mia, qoftë si avokat, qoftë si qytetar. Okej. Urdhë. Çka po ndodh me protestat në Shqipëri? Protestat janë shitur, që kur u krijuan. Janë shitur? Po. Te kush? Tek ata që drejtojnë dhe që janë të interesuar të zhduken, të mos ketë protesta. Sikundër e shikoni, kryeministri në detyrë, Hebreu Edi Rama, është anti-shqiptar i vendosur, është i bindur edhe i vendosur që ta çojë deri në luftë civile popullin shqiptar, nuk bën mbrapsh, ka bërë disa marrëveshje antikombëtare dhe nuk heq dorë prej tyre, edhe pse qytetarët shqiptar janë ngritur që të gjithë, sikundër e keni parë, mira dhe dhjetra mijëra njerëz darkë për darkë dalin në protestë kundër tij. Ai nuk e jep dorëheqjen, është konsekuent në ato që bën, ka mbështetje, duhet ta themi këtë. Kush ka mbështetje? Edi Rama? Edi Rama, po. Ka mbështetje. Ka votues normalisht. Jo votues, jo. Me që erdhe tek votuesit, atëherë do të them. Në Parlamentin Shqiptar janë 92 deputet të pavotuar, me nga 1 votë e me nga 2 vota. Këta janë bërë deputet, janë emëruar deputet nga të 2 segmentet e Partisë Punës Shqipërisë që quhen PDPS, dhe janë të emëruar atje, nuk janë me votë popullit, ata si njeh njeri. Qytetari shqiptar kur u bën votimet, kur u bën zgjedhjet, se ne kemi votuar, po asnjëherë s'kemi zgjedhur, nuk din kush ishte në listat e mbyllura dhe kush nuk ishte. Dhe kjo tradhti e qytetarëve shqiptar është bërë në 8 nëntor, në 8 prill, në 21 prill të 2008-s. Në marrëveshjen antikombëtare, antishqiptare, antidemokratike, diktatoriale që bëri Sali Berisha me Edi Ramën. Dhe që aty mbaroi demokracia, mbaroi drejtësia në Shqipëri, nuk ka më drejtësi dhe zgjedhje, po ka vetëm urdhra dhe njerëz të komanduar që të binin urdhrave të këtyre 2 të mëdhenjve. Po më vjen çudi çka ki me Ramosh Haradinaj ti, se i poshtë do deklarota shumë të vrashta drejtuar ish kryeministrit Haradinaj.
Unë do të doja që t'ishte këtu sot Ramush Haradinaj dhe në mos gaboj kur biseduam bashkë më the që do vi dhe Ramushi aty më the. Ju, vllohi Ramush Haradinaj, kam thonë Bujar Haradinaj. Unë jam i gatshëm që të debatoj me cilin do që më del përpara këtu në panel, por Ramush Haradinaj ka bërë një veprim shumë të poshtër, shumë antishqiptar. Dha 8.000 hektar tokë Malizzi. Të vi të më thot pse e bëri, pse a dha. Po te ke qujtë në një intervistë nëse s'gaboj, keni thonë zoqe që Ramush Haradinaj është njëjtë sikur e di Roma sepse i dëgjojnë patronët e tij. Kur ka pyet gazetarët kush janë patronët e tij, ti i ke thonë serbët. Mos është e rëndë? Patjetër, ajo që ka bërë ai që u dha tokën atyre, 8.000 hektar tokë që u dha serbëve, atyre malazezëve me një fjalë se ata serb janë, atyre u ka shërbyer. Ku ti vjen tharë dhe të vi përballet me mua këtu ose të më sqaroj për çfarë arsye u dha 8.000 hektar malazezëve. Pse ju ke kohë për Ramush Haradinaj, vetëm pse tha që ndihemi turpruar kur shoh kosovor në protestë apo pse? Ajo ishte tjetër gafë e tija. Dhe ishte tjetër shërbim që i dha Edi Ramës në këtë situatë tepër kritike që ndodhet ai tani. Sepse praktikisht ai nuk është më nga populli nuk është më kryeministri i Shqipërisë. Dhe ajo deklaratë e Ramush Haradinajt është një deklaratë naive për mua, e pa menduar, i pa thelluar, për të mos thënë deklaratë e njeriu me një nivel inteligjencë poshtë mesatares. Se nuk mund të thuash që mira qytetarë shqiptarë që u ka vajtur thika në palc me vjedhjet, me grabitjet, me të pronave, të gjithë shka, të thuash ti që nuk jam dakord me protestën. Ku e gjeti atë drejtë? Ku e gjeti? Na nuk e ftuam. Do të vi të protestoj bashkë me ne në Tiranë, të vi. Unë kam 33 ditë që jam atje në protest për jashtë sot. Ke qenë pjesëmarrës protest, sigurisht. Patjetër. Bile vetëm që kam qenë, por dua të denoncoj dhe një veprim shumë të ulët që u bë ndaj meja dhe që nuk më është dhënë përgjigje. Unë isha në protest dhe vjen një nga ata janë një 7-8 veta atje tek mikrofoni që rrin aty, kisha folur 2 herë të tjera dhe herën e tretë unë prap fola dhe thash ato që mendoja unë. Dhe vjen Genti Progri dhe më ngrën me gjithë karrike 8 veta. Me gjithë karrike dhe më nxjerrin andej. S'm kanë thënë deri tani cili që shkaku, çfarë bëra. Se që të heqish dikë nga protesta, kush e ti që ke këtë drejt një herë? E para, e dyta, çfarë bëra? Pse nuk më thonë çfarë bëra? Unë e di çfarë bëra. Unë e di dhe pse më hoqën. Po ata s'janë burra, që ta thonë. Janë burrecër. Se ai që është burr, vjen e thotë, zotëri, ti ke folur dhe ke bërë këtë, ke folur kundër Izraelit. Po, kam folur kundër Izraelit, flas dhe do flas kundër Izraelit. E pse, zashë, çka po të bën Izraeli? Do të argumentoj. Zotëri, Edi Rama ka bërë marrëveshje me izraelitët për të shitur ishullin e Sazanit dhe tokat e Zvërnesit, dhe të Darzezës dhe gjithë ato tokat të fushës Myzeqes në bazë të një plani të hartuar që në 1923. Ky plan i hartuar në 1923 është denoncuar dhe ka ardhur nga konsulata shqiptare në Vjenë në 1930. Dhe unë e kam këtu, mund t'ua jap ta shikoni, t'ua jap në telefon, ta shikoni që atëre u denoncua ky projekt izraelit për të pushtuar tokat shqiptare, u bë lufta e dytë botërore, andaj këtej dhe kemi ardhur këtu ku jemi sot. Por Izraeli na ka një borxë të madh neve. Ne në Shqipëri, sepse nënat tona, gjyshet tona i morën vajzat dhe gratë izraelite që erdhën që po i përndiqte Gjermani. Dhe në Shqipëri nuk u vra nuk u zu asnjë izraelit që të dorëzohej gjermanëve. Pra është një veprim jashtëzakonisht prezantues, si thua, se kush është populli shqiptar. Dhe tani vinë ata dhe thonë, ne duam këtë ta marrim se do bëjmë biznes. Qa biznesi do bëjmë? Me këtë tallin. Ne dim planin e tyre. Dhe unë para kamerës tuaj do ju drejtojmë qytetarëve shqiptar që ta mbajnë mend mirë këtë fjalë që them sot. Se unë nesër pas nesër mund mos jem, por rinia, djemtë dhe vajzat shqiptare do ta përjetojnë këtë po them unë tani. Shqipëria është shitur te Izraeli në bazë të marrëveshjeve që ka bërë Edi Rama për të qëndruar në pushtet.
Dhe Edi Rama po qëndron në pushtet vetëm me ndihmën e Izraelit dhe të miqve të tyre në Amerikë. Se edhe Donald Trumpi nuk bëri punë të mirë që vatë edhe ja dha të drejtën e dërgoi vajzën e tij në Shqipëri që të blej ishullin e Sazanit. Zotëri, ne po ua themi dhe nga televizioni jot po ua them. Më falni. Asnjë metër tokë nuk do marrin izraelitët. Çdo metër tokë që mund të marrin izraelitët do lahet me gjak. Këtë ta din, ta kenë qartë si dritën e diellit. Po keni thonë shumë herë që e shihni ju kur vjet dota 2 korrekt do të rrëzohet Edi Rama, do të jep dorëheqje. S'kam thënë unë ashtu. Pse nuk dulli? Jo, nuk kam thënë unë. Jo, ju personalisht keni thënë nuk do ta zëm buaj korrekt në Kam thënë se kisha mendimin që protestuesit do shkonin dhe do ta përmbysnin këtë pushtet gjakatar, anti-shqiptar, anti-njerëzor. Mirë po, fatkeqësisht shqiptarët do vi tek një fjalë e Khrushchevit në vitin 1959, që tha shqiptarët shiten për 5 aspra. Me të vërtet ne u shit kemi për 5 aspra. Se që të pranosh një pushtet që të merr tokën, të merr shtëpinë, të merr ara, të merr bagtinë, të merr të tëra, dhe ti ta pranosh atë, dhe ti shërbesh për një rrogë 500.000, 600.000 lekë, do me $500-600, ky është një turp, këtë se bën asnjë kombë në botë. Ju në Kosovë këtë nuk e bëni kurrë, dhe kam garanci për këtë punë që se bëni, sepse ju e keni provuar se çdo të thotë të luftosh. Dhe jeni gati që nesër prap, kam besim që dhe nesër jeni gati të merrni armë po që se u kërcënohet. E vërtet, po zaçi unë me gjitha pajtuna, por nuk pajtuna që keni hedh akuza të tjera drejtuar ish kryeministit Ramos Haradinaj. Keni thonë, ai në të mësohet deri me fol shqip, mandej le të flas. Ja kam thënë këtë prap ja them. Pse po janë akuzat rona? Jo, se janë akuzat rona hiç, jo shqipe ka rregullat e saj. Që parë, nëse më lejo ta them, që parë njëri nga miqt që kemi aty, të tha Sadria tha. Jo zotëri, ti nuk je Sadria, se Sadria është femër. Ti je Sadriu. Sadriu, njeriu, e tjera. Pra, kur thua Sadri, njeri, është gjinia maskullore dhe do t'i thuash, më kam bare së nu. Dhe këtu kam të drejtë që e bëj këtë korrigim dhe nuk ma hedh do të poshtë asnjë lingvist. Vitë më thot një që di gjuhën shqipe, ta rrëzoj këtë testin. Po me kreun e BDI-s Ali Ahmeti, çfarë ke që i ke thonë që vro, dëmon ke edhe akuzat rona, keni thonë që ai bashkë ka gisht në vrosjen e komandant Telit. Po, kjo është e vërtet. Kështu më ka thënë e shoqja e komandant Telit që është në Tiranë, Rabia, dhe më ka thënë që Sadri, Ali Ahmeti ka dorë atje. Një dhe dyta, paqin faqen e zezë partitë shqiptare të Maqedonisë, që janë bërë 5 parti në një kohë që një vetëm duhet ishte, një parti e vetme duhet ishte kundër atyre magjypëve të Maqedonisë. Po ata janë bërë secili për karriken e tij. Vajte gjithë këto vite ai Ali Ahmeti rrin kryet detyrë kushje timore. Çka ke bërë veznë kuqe ti Lori Shëriet aty? Jo më komunistët nuk dorëzojnë pushtet dhe nuk bëjnë zgjedhje. Komunistët po e morën partinë, nuk e lëshojnë më. Këtë bëri Sali Berisha, këtë bëri Edi Rama, këtë bëri Fato Osmani, këtë bëjnë. Këta janë, kështu janë komunistët. Kështu. E pse gjithë kjo, domethënë kjo mëri apo kjo inolti e jujtë janë ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës? Ndalojmë çik. Asnjëherë si janë shprehur kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës. Asnjëherë. Por keni thonë që e ka themelu Farku. Po, Farku është i pari, se mohon do të kush këta. I pari që është krijuar bërthama e ushtrisë lirimtare të Kosovës është Farku, që është krijuar në Tiranë, ka pasur oficera që e kanë stërvitur kuadrët të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pastaj UÇK-ja ose këta të Partisë Demokratike të Kosovës bën atë që bëri Enveri në 43-44 që mendimin e Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit eliminoi ballin kombëtar opozitën e vërtet të mirëfillt dhe e mori pushtetin me luftë civile. Të njëjtën gjë kanë bërë dhe këta. Se çka kanë bë? Janë akuzuar për vrasje të krerëve dhe të ushtarëve të LDK-s. Një nga ata është ky si e ka ish ministri i mbrojtjes i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që e vran Tiranë. Ahmet Krasniqi. E kush akuzohet për atë? Kur kam dëgjuar atë këngë zotëri, nuk është turp ta them. Unë dhe tani po ta dëgjoj mua më shkrej lotët. Se që një burr shteti, që një burr tamam shqiptar, me të tëra cilësitë e shqiptarit. Kush pretendoni ju që e ka vrarë? Shërbimi sekret shqiptar.
në bashkëpunim me shërbimin sekret sërb, në bashkëpunim dhe me spionët e tyre të PDK-ja. Pse kush do ta vriste? Që avokat janë akuzat rona, za që këtu i merë ti përboz. Unë flas me ato që janë botuar në shtyp dhe në media. Nuk kam qenë aty, kam qenë në emigracion atëre kur bërë vrasja Ahmet Krasniqit. Por di që është vrarë në Tiranë, dhe kënga i thotë vranë midis Tiranës thotë kënga. Ai Agim Berishan mos gabojsh këngëtari që e këndon. Dëgjojeni se thotë, në midis Tiranës. Pra, kush e vrau në Tiranë atë? Se edhe grekët ta vrisin, as sërbët. E kanë vrarë shqiptarët. Dhe për këtë duhet përgjigjen. Am lërë me ftu se e kemë edhe një musafir sonte që ka qenë i shështori Ramosh Haradinaj, edhe ai nuk pajtuhet shumë me ty, me këto që i keni thonë. Unë jam burri dialogut, mirë se të vijë. E ftuj me neve sonte snajperisti Koshorës Musa Smoli me darë Turqitje. Musë për Roma, faleminderit shumë që erdhe. Masole prap Musën, se njerë kemi debatuar me Musën kështu. Përshëndetje mirë se erdhe. Ta se ulla po, kësa here jo si mikë, se Musa... Jo. Unë e kam ikë qardo që të thotë, unë e kam vlla. Dëgjom qik mua, me vllanë mund të rrihesh, mund të pritesh, mund të bësh, po aman nuk e shet e tjetri. Dakor të jemi deri këtu? Vllai nuk shitet. Dhe unë këtë nuk e shes. As kjo së më shet mua. Kam garanci pra të punë se një karakterin. Zotëri, këj vajti në luft për të mos u kthyer më. Që u kthye, ishte kelepir, ishte fati ti. Nuk e kishte caktuar i madhe Zotë që të vdiste në luft. E ka caktuar jetën që të roj si njeri dhe të vdes kur të mendoja i lartë. Pra, është vllai im, Musa, nuk është kundërshtari im. Mus, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që ke orë dhe ti. Emnin nuk po ta thëmë se ke mu edhe me gabu. Zaci Islami. Ani, e gëzafsh. Faleminderit sa dhe, nashta edhe publik kisha mike ku fali, mos përbuna i tepërt. Faleminderit për thirrje që ma ke bon. Unë i marrë në atë njën teme me dhënë kontributin sa të kam mundësi. Nuk është e thonë si jashtë qëlloj gjithmonë, po me shpirt e me zemër jam për të mirën. Kështu që... Qa me ndoni për këto akuzat që i bone kundër? Ky tha, vlla e jam i mirë e kështu edhe më prezentoj. Kanë thonë me batuta, vlla ka të shkon dërzën, ka të kthehet qënë. Mas por i kësha thonë ati vlla, s'po të nevoj me mbërzu hish. Se ka po shkon mbërzove, po nevojta shumë. Tash nuk i nevoj me më qu hish. Do më honë nëse ose jem i mirë, ose që jem i mirë. Po qka me ndoni për akuzat që i edhi drejtuar, ju e keni pos komandant Ramushin? Unë e kom dëgju, ky është një patriot shqiptar, e di. Me folë për Ramush Haradinin, deshta me thonë mas pore, e ka pas ditëlindjen sot. 58. U bëft 100 vjeç. Ramush ta gëzosh ditëlindjen, pavarësisht se kemi kundërshtime bashkë. Jo, Ramushi mëse gëzosh ditëlindjen nëse ti thu, nëse hedh akuza shka nuk janë me bazë. Unë nuk i marrë me folë për Ramushin, po i marrë me folë për mënyrën që shenja unë në drejtsin. E du mu shprej pak se më kanë thonë po folë ashpër, po folë po butësh. Unë po du më folë shlirë. Kur nisa për Amerike me luftu, me arë në luft, atë dheu thirë i kushtrim. Kush shëndin vetën shqiptarë, ja sot jakur, mi përgjegjë atë dheu. Do më honë, dhejnë atë ku, kur ka thirë atë dheu kushtrim, kanë qenë jeshtë e lirë me luftu, për me mbrojt pragun e shtepis, si ka thonë i Ibrahim Rogova në atë ku. Do më honë, Ramush Haradini ka qenë luft gorile dhe o përcaktu për luft, me vllazën, me familje, me krejt pa a thonë, ka qenë luftetar, një ndër luftetarët më të mirë në Kosovë. Duke pa në shkalu këta tjerë që kanë thonë jetën, po ai kanë thonë vllazët e tij, kanë thonë familja e tij, kanë thonë gjithçka. Ramush Haradini është një ndër luftetarët më të mirë, më të devotshëm që e ka kryer edhe luftën, e ka dorëzuar armën mas mbrëmi me përfundimin e luftës që e kemë marrë suksesin me gjithë Amerikën e me NATO në mështo që janë të rezultatet sote që i kemë. Ramush Haradinin mu më ra prej Kosharës, i thash Dan Lopit, thash Dan ahina me në Ndugazhin se diçka jëm ka shë ty e djeg, Unikun jëm ka shë ty e djeg Ndugazhinin, edhe jem zhdjeg, kum pas fatin, pa u kryj lufta, jem zhdjeg Ndugazhinin atisht të Daut Haradini e të Ramushi. M'vjen shumë kesh, pse Ramushi dhe Dauti edhe këta tjetë kanë leju mu bo 60.000 veteran, m'vjen shumë kesh për tyne.
Domthon kjo është akuza jeme si Musa Smojli, si luftetar, pse më ndodh kur Ramush Haradinin e kanë tratu. Çish dihesh ti se po të ndërpres kur zoçi ti ai ke pos komandant Ramush. Kur ky, un komandant për këtë Dugazhin ka qenë. Po, domthon ka. Na vesh na çtu. Ka edhe akuzat. Ramushi ka qenë komandant i krejt rrofshit Dugazhinit. Po do vesh ta akuzat rrona thash. Na këtu është diçka. Zotri Ramushi ka dhënë gjak, ka dhënë 2 vëllezër. Nuk ka veç Ka dhënë gjaku. pasuri sa të duash. Ramushi ka luftuar, nuk ka njeri poshtë luftën. Unë Ramushi ti them, pse dhe 8.000 hektar Malitzi? Nale, më zdalim, më shkojmë ma djetë adho mesazhin. Une, kur erdhe në Dugazhin, hina mrena, Ramush Haradini, këtu duhet me ditë Ramush Haradini, si qata njerës, si e kanë tratu Ramushin në atë ku. E kanë tratu Ramushin, e kanë leon Ramushi ka qenë muj më me gishta luftetar. Mujnë më konë 100, 500, 1000 në Dugazhin. Dugazhini ka qenë baza kryesore e UÇK-s në këtë Kosovë. Pse? Se kur ra Dugazhini ka ra këtë Kosova. Sa aty ka qenë edhe Kofini me Shqipërinë. Shka kemi thonë zoqës për shembull se tha i dëgjën patrulët e thani një diçka shumë të rëndë mus tha. Ramushi, zoqë Islame ka thonë në televizion shqiptar. Çka kanë thënë? I dëgjën patronët e tij që janë serbët. Jo, nuk e ka patrona serb, është e pavërtet. Kam thënë ndryshe, jo, kam thënë kështu. Dhe po e them në ligjëratë e drejtë, prapë sot, të mos keq interpretohet. Kam thënë, Ramush Haradinaj, me veprimin që ka bërë, që u ka dhënë 8.000 hektar, pas si shkak, pas një arsye, malazezve, të dalë t'jap përgjigje, të më thotë. Për këtë unë e akuzoj për tradhti. Shkurt. Unë nuk e marrë me ambestu Ramushin nga gabimet që jenë bënë gjatë historie. Jo, thash kemë najnoni misionin. Po, vish një po dëmë, jo. Unë e respektoj këtë patriot shqiptar. Po nuk ka ky drejt me ofendu luftetarët më të devotshëm. Nëse Ramush Haradini, na po folim për periudhën e luftës. Po. Deri në momentin kur e ka dorëzu armën. Po. Kur e dorëzu armja kem qenë nën për këtë rat ndërkombëtar. Ka qenë në miku, ka qenë këtë bota ka qenë. Ramushi o kontë. Domthon Ramushi ka qenë kokushi, s'ka qenë, se ka dorëzu. Ramush Haradini ai shkon luftor ti Jo, ishte kryeministër kur u dha 8.000 metra, 8.000 hektar atyre. Të lutem. Në rrëveshtë të mos dalim të komunistës alo se ardh. Ramushi e dorëzoi me nerë më të mirën heroi kombit është. Pa diskutim, dakord me ty. Atëherë, 100 pite thonë të na për një kreleon, si ta kom qitë, se s'kom pason dhe më ta qitë pite, me si gjuj poshtë, 100 pite për një kreleon. Ramush Haradini, me familje, edhe luftetarët e kretë Kosovës, që kanë luftu me pur dhe në ditën e shlerimit, jonë herojt e mi, jonë njerëz më të mirë të kombit. Bravo, e vërtet, bravo. Kjo është e pa diskutueshme, është bën nuk po kuptoj Musa apo s'ja thash unë mirë. Na lema ti Musa. Po seriozisht jo të lutem, po nuk e lëm të më shkojmë mirë. Musa e ka pas qëllim këtë çetër, po. Jo, të lutem. Ka qenë kryeministër zotëri dhe u ka falur malazezve 8.000 hektar tokë me çfarë të drejtë dhe për çfarë arsye. Kush e urdhëroi? Okej. Kush e urdhëroi? Okej, edhe çu tash, çe po ta kthej, tash e kuptova. Në kohën kur Ramush Haradini ka ardhur kryeministër ose që ka pas kompetenca pak në dorë. Moli Zi u duf me njof Kosovën. Dhe për të njohur Kosovën i kanë 5.000 metra katror. S'ka dhon, nuk ka dhon kujton, gonja. Po tani kjo është Shqipëria. Kjo Shqipëria që po folim na, dhe që kjo Kosova është nën mbrojtjen amerikane është. Edhe sot këta protestat që i bojnë, unë i përkroj ata protestat, i përkroj ata vllazërit tonë që po mënuan për diçka më të mirë se sa ka qenë. Edi Rama mu nervozon edhe nuk e përkroj Edi Ramën se ka dash me bon Open Balkonin. E tratoi Ramushin e tratoi. Atë kujtohet kur Ramushi me Merkelin e me ata që e boni çat far tradhtie që e boni Edi Rama. Open Balkan. Edi Rama, jo në pëtmet, vishtu. Edi Rama e tratoi Ramushin, Ramushi gjatë kohës e mbrojti Kosovën. Se këtë ju shku dëm, se u bo Open Balkan, aja shiti dhe Shqipnin e shiti, në atë ku, për Serbin. Po është Ramush Haradini që e ka vendosur. Bravo, shumë e vërtet. Unë nuk im dal me mbrojt ato, po nuk du me mbrojt. Ta ka vendosur Serbë, vetëm kryeministri që ka vendosur. Bravo, po du me mbrojt një të vërtet shumë të madhe. Ramush Haradini u hin politik tu munu me arën procese për minimu këti veni. Në atë kohë ka ndodhë, se në atë kohë ka qenë për këtë ratë ndërkombëtar. Ne edhime dhe doktor Ibrahim Rogova ka qenë atër kujtore e shtetit.
Dëmonë, Ledekeja ka fitue, jenë konë marveshet të Pedekeja, e Ramushi e ma vonë. Po kur ja dhanë mundësin, Ramushin e qunë hogat, kujtohet kur i nejti 5 vite. Pse nejti në hogë? Pse akuzun qarqet serbe edhe shqiptarë. Dhe si burra dhe unë e kam falenderuar dhe bravo qofte edhe këtej po falenderoj. Lufta po ka si burrat. Që sa bukur. Lufta si burrat. Lufta. A pi thumi të rejk fjallë për Ramushin a ju? Jo, nëse si të rejk une... Ato që kam thënë. Nëse nuk i të rejk. Fjallë. Që dha 8.000 nëse nuk i të rejk. Une e hek i këto. Se ngo, në vëshim. Bështë të duash ti. Une muj me dalë për studios, ngo. Ti më ke ullë mu me Fatmir Shahollin këtu. Më ke ullë me një stratartë kumbit për më mujtë me dhonë rezultatune, për më mujtë moralizu në njërën teme si luftetari Koshazi ardhën për Amerike. Nuk gudzëj unë me deviju. Sa shkollë duhet me kry me ditë kone kjarë mi kësët? Sa shkollë duhet me kry? Ramush Haradini nuk ka pas nevoj me mëso që unë Shqipe ma mirë. Se jetojmë në Kosovë, kemi jetu të okupum, që 600 vjetë të okupum jem. Ramush Haradini del nga një familje se na nuk ke mujtë me mëso gjuhën në shkollë. Se na konë të okupum. Gjithmonë Ramushi s'ka mujtë më shkollu, se në kohën kër Ramushi ka pas mundësi më shkollu, na nuk e kem pas kvalitetin e shkollës njëtë. Edhe këndesh me luftu. Plus, Ramushi me ko, prej të 90-ës, Ramushi ka qenë pëndrim, ka mujtë me nejtë, me vlazën e me kejtë, për e na angazhu, me kohë e na angazhu. Pse ti nuk u angazhu me baba im në atë kohë, ti edhe baba im. Pse su angazhut, se ish pjesë e juja. Po na jem ata djemët, si Zotin e lindi, mjenë mirë, si 58 vjeti ka aj, 58 unë i këmë bërë, që 3 mujë. E pse po të me ikë, a pi kërkanë zonë që sonë të mi të rejkë fjallë ta? Po, nëse si të rejkë fjallë, unë e qona për studios dalë. Për 8.000 hektar nuk e një presje. Një presje. 8.000 hektar nuk i dha aj, po i dha Amerika. Asë më duhet mua. I dha Amerika. Dale, se kemi një fjallë në Shqiptarët. Ne miku ne kemi mik, po zotë shtëpije se bëjmë. Zotri, po edhe Amerika dhe atërë të Amerika, ka një dorëheqje. Musa sonë të ka orë që ti më të bindë që ti dushmi të rejkë. Jo, për Ramushin nëse të rejkë vjallë edhe për mu folë, se unë jë maj kesh se Ramushin 100 herë, di pëse, për këtë aspekt luftës. Po që se ka dhënë Amerika të 8.000 hektarë, që në kështë detyrën e ndeshme morale, qytetare burërore të pëtëdore që në qa, dojmë një 8.000 hektarë atyre? Jo, Amo Musa sonë të za, që Musa sonë të ka orë, ju mu ka orë, temi të rejkë fjallë, se me lëshu studium. Unë e kom shok, kështu e du, është një patriot shqiptar, po nuk ka shans mu vetë baba im, tha. Këbohë si të rejkë fjallë. Jo, këtë du të mi të rekë fjallë, se unë e nëshoj studjen. Absolut, mos ilshoj, më qatë duash. Unë e nëshoj studjen. Do, ilshoj, është e drejta jote. Jo, zotri, unë ato që kam të nuk i drejtë. Unë nuk muj me njerësi nuk e dojnë për shambull të vërtetën. E vërteta është, me mo dhe se të na. Ramush Haradini ka përfundu luftën si burri maj mirë i kompit. Nuk ka burë më të mirë. Krasë për paqen. Në vishdo, a pranën qëto se ka përfundu luftën me... Pa diskutim, se ka më dyshim. Ramushi ka derë gjak në Kosovë dhe në Shqipni. Se tu mënu me sa ta gjak të Kosovës, që ta kufi që i kemë sëd, që i kemë mbrojt na, Ramush Haradini ka mbrojt me gjak. Me vlazën e me familje. Unë jam luftetar, prej Amerike e kom vendos me ju bashkangjit Ramush Haradini, se kërë kom vetë, ma gjënë Smojlin gazetarin, tha, shkush u ka lufton, kam ja moj, tha, mas shumë të Ramush Haradini në Kosovë. Me leje, se po bë një loj jo të pastër. Mos më lëvis nga tema. Kam folur për periudën që që kryeministër dhe falit 8.000 metra katror. Të lutem. Flasë për periudën që që kryeministër, në qëfë se ka detyruar Amerika, që unë e besoj këti su ati, se Amerika i di unë si punon, edhe di si ka punuar dhe në të kaluar, po se shë tema sot për të thënë këtë gjë, kështë një detyrë, një veprim shumë të thjesht dhe shumë burëror. Zotëri, më detyrojnë të japë tokë Malizi, po, këtë se bëj, merë një dozoj atë karike, në hajë mirë pafshë. Këtë duhet bënde. Arokë, une e dëgjova, pa hinë këtu në studio, këtë tha Edi Ramën për përkra dikush, si porrin për shtetë. Po. Izraeli. Po Izraeli është Amerika. Une, a i kontra Izraeli ti musë? Jo, më Izraeli është, nëse ka diçka të mirë në këtë botë, është Izraeli, Amerika për neve. Po, zotin ma. Po ti kundeshte Palestinën, këndeshte ti, Iranin a?
S'pun kanë Morisa, Palestinë. O burro, Palestina, Irani, këtë jënë kune shqiptarve. Edhe Izraeli kune shqiptarve. Izraeli kur s'ka qenë kune shqiptarve. Unë mburën për Izraelin. Unë e kumë thonë edhe e në kalume. Për Izraelin e jep jetën, jep gjak, jep familjen. Po nuk jepim tuk, tuk s'kena me shqit na. Po, është e vërteta. Ka shitur e dirama, zotëri. Jo, se ka shqit. Ku ti thua jo? Jonë të mirë se ardhen Amerikanë dhe se dojnë me jetu me neve, jonë të mirë se ardhen Kosovën, Shqipnije ka dojnë se tuk e ju në bashkë jem. Shtetë Amerikanë jenë na. Atere, mund të përgjigjim pazhun me qëtësi. Edi Rama ka bërë marrëveshje të fsheta, pa pyetur askënd, sepse Edi Rama është hebre në origjinë, dhe Liliana Koleka, e bie Spiro Kolekës, ka thënë ne jemi hebrej, nuk jemi shqiptar, në komësi, në gjak, dhe Edi Rama ka dhënë Zvërnecin, ka dhënë ishullin e Sazanit, ka dhënë toka në Fier dhe në Lushnjë, dhe për djeni të qytetarëve kosovar që në ndjekin tani në këtë moment, unë jam i detyruar të njoftoj dhe të jap një dokument, do të jap ty të publikosh, po deshe ta në ekran, një dokument që ka ardhur nga konsulata shqiptare në Vjenë në vitin 1930, kur Izraeli ka kërkuar që të vinte të krijonte një enklav izraelite në Mzheqe dhe është kundërshtuar në mënyrë kategorike. 1930. Atë enklav Izraelitët sot e arritën të kryojnë në përmjet dhëndrit të Trumpit, të Kushnerit. Ore, unë i kam i po si bëjzot shtëpje, unë me Shqipërinë zë asnjë, jo ata, po baba im të ngret në varri. Zotëri, po marrin tokë shqiptare. Ta dëgjojnë shqiptarët, ta dëgjojnë dhe këta që janë këtu. Edi Rama e ka shitur Shqipërinë. Dhe prandaj kanë dalin atje ditë për ditë, 200, 300, 400.000 qytetarë shqiptarë kanë një muaj sa që dalin në protest. Se e din mirë se çfarë ka ndodhur. Po për Dritan Gënxhojnë që po thonë ka qenë pjesë e ushtrisë lirëtare të Kosovës, edhe nuk ka qenë. Çka mendoni ju zotë se nëse s'gaboj ju e keni edhe të ofërt? Atëherë, ta dëgjoni të tërë. Unë me Dritan Gënxhojnë kam konflikt interesi sepse baba i tij është kushëri i dytë imi. Një, kam lidhje gjaku. E para, e dyta. Dritan Gënxhaj, atë ditë që ishim në protest që unë denoncova veprimin e Izraelit që do që të pushtoj tokat e Zvërnecit dhe të Sazanit, erdhen 5 veta, jo 5, 7 veta ishin. Ishte ky ai Mjekroshi. Me një 6 veta erdhen më ngritën me gjithë karrike nga rrethi ku isha ulur atje dhe më thanë ti nuk duhet ulesh më këtu. Pa më thënë asnjë fjalë se kysh. Shkoj te Dritani dhe takoj dhe i them Dritan, unë shkova dhe si njeriu im që kam, po dhe të më thotë më jap sqarime çfarë ndodhi, pse. Më thotë, i thash, ai Iliri si e ka mbiemrin, ai është njeriu im, tha, dhe mbaruam bashkë, tha dhe eku. Faleminderit Dritani, thash, u prezantuam bashkë, thash. Këto dhe ti dëgjoj që janë në video podeshët, vitëm ballafaqohet me mua. Është apo s'është kështu? Unë jam burri debatit dhe burri tavolinës. I them gjërat sy në sy, s'mbaj gjë për nesër. Tani se çka bën në Kosovë nuk e di. Këtu ka thënie dhe kundërthënie të ndryshme nga luftëtarët e UÇK-s këtu në Kosovë për Dritan Gënxhaj. Po ju çka mendoni personalisht? Se ju e njihni burr? Se di, jo, nuk e di, se di. A ka qenë pjesë e UÇK-s apo jo? Nuk e di, mos kam qenë këtu. Kjo kon Greqi. Nuk kam qenë këtu, nuk e di. Jo. Te më shtonë kon. A vini çapo do mund të armish në Greqi po. Patjetër, po. Faleminderit. Bukacion dert hasmit e thoni këtu në Kosovë. Faleminderit shumë. Mu baba e tani dale. Atëre ky do kështu. Unë isha në Kosovë. Nuk pëlqen. Po nuk e di atë pëlqen, po ka qenë pjesë. Jo, ka qenë pjesë, unë nuk jam kon aty për me ditë 100%, po ka fol kesh për Kosovën. Nuk e ka dhënë mendimin e saktë. Mund të flasë një qik lidhë me Greqin? Me që ma përmëndi Greqin dhe tha ka vajtur të armiku. Të lutem, jo, po të lëndë më kaloj mi unë mustaqe, jo, harrojeti. Zotëri,
Në Greqi jam I vetmi qytetar shqiptar që u kam thënë grekëve ju keni bërë genocid në Çamëri, e ke videon këtu. Ta kam dërguar. Ta kam dërguar. Herën e kaluar kem dërguar. Prap ja dërgova sot dhe mundësisht transmetoje. Jo, po unë atëherë s'ka rezultat. Kam qenë organizatori I disa protestave që kemi bërë në Omonia të Athinës. Kam qenë organizatori protestës që kemi bërë para ambasadës Jugoslave në Leoforos Kefisias në Athinë. Kemi qenë dhe rreth 300 vetë. Pra, unë në Greqi s'kam qenë për të shërbyer grekëve, kam qenë dhe kam folur për të shërbyer atë dheu dhe vendin tim. Kush do një pyetje se është e natyrshme, si më kanë lejuar mua, kam folur kështu. Dakor deri këtu? Atëherë, në 2001, mua më vjen një ftesë nga ambasada shqiptare në Athinë, nga zoti Kastriot Robo. Thot, në datën 28, në orën 19, jeni I ftuar në hotel Divani Karavel. Në 500.000 shqiptar, ambasadori dhe ambasada shqiptare në Athinë, ftuan vetëm mua. Pse? Për burë të bukur? Jo. Më ftuan sepse kisha një aktivitet të cilin ambasada dhe shqiptarët e kanë vlerësuar dhe e kanë ngritur atje ku duhej. Pra, I dhash përgjigjen zotërisë që unë në Greqi kam luftuar kundër tyre, në media natyrisht. E, qka po ndë, po mus, deshte me thonë diçka? Deshte me thonë. Edhe po thëmë. Nuk ka të bëj kjo kush jam me do. 8.000 hektarë që në dhonë. Ju ka dhonë me kusht për me bon liberalizimin edhe për me pas. Molizim as po I du ta kuptoj bjesht e rrugovës. Ju ka dhonë me malzi aty jonë pjesë në kontest pëj kohë. Ramush Haradinin atë kohë ja u ka gjujt hartat styres ja u ka gjujt. Se ka pranun. Po Amerikanët që kërë Ramush Haradini onë ninder lideret momentalisht. Ma I dashdi për Amerikanët që e dojnë në arvat e di kretë shqiptarët e një që e dojnë Ramush Haradinin e dojnë luftetarin shumë. Më kanë dashtë edhe pjesë e cijës. Fotografin të emë në zyre e mojnë ka Amerikanët që jënë shumë në poshtet. Do ma unë edhe Ramushën e dojnë. Unë se kam mëstirësh, unë se kësha laun më konë zache me makesha. Unë zache për një punë për du me funë. Unë kam thënë një të vërtet, hidhi një poshtë. Ti se ke thonë një të vërtet. Ti ke thonë nuk një janë pa dhënë vërtet. 8.000 metra? Nuk janë dhënë 8.000 hektarë? Jo. Si jo? Jo, aty nuk e u ka dhonë atje. Jo I ka kaluar aty. Aty jo, e s'kan kalu në gënjam. Po ta kërë vërtet se me njëri kurris, atë të më thosë. Nëse ti e kon në Athinë edhe e kon... Jo, këte e mora vesh këtu. E ka marrë vesh këtu, zotëri kur isha kërë nga Greqia. Na jem të integru në Evropë. Nuk njohin, nuk një Evropa këto kesh përdërime, këto mos pajtime. Atër kur mos shkofim në Evropë duke dhe në copa? Në Evropë nga më shku kësë me kohë. Kush e pruni Shqipërinë të ka shofër, jo e di Roma me shti në Evropë. Po Amerika, se Amerika e udhesh këtë Evropën. Amerika neve shqiptarëve është garanci na kemu bashku këtë shqiptarët. Ka më ndodhë bashkimi kombëtar. Nuk është mbytje mo me hek Ramushën e me vrë ato, se Ramushë e ka dhonë, Ramushë është të realizum. Unë e përdojë një fjallë Daud Demoku si thëtë. E mora, thët një fletë bardhë edhe bone e pikë dzezë në qësh. Edhe e qita si për studenta minut, me I pyta shka po shinin këtë fletë bardhë. Tha të gjithë e pa në pikën e zezë. Tha fusha ka qenë 99.9 e bardhë, folin për pikën e zezë, se ne e kemë në shqiptarët. E kena në gjak, si folin për pikën e zezë. A 99 fushë e bardhë Ramush Haradini është. Ne e dim se Ramush Haradini kur ka ndodhë privatizimi, o kone ditë nëse ja me morë na shqiptarët me ble, me morë qysh ke mujtë, ja me allën sebe. Sa të shumit... Ma mira mu që se sërbë, qysh? Ju pa I ka luftua e nështu. Absolutisht, I ta ka. Edhe thot mu vetë Daud Demoku. Thot unë ju thash mas lufte, se isha këshilltari që ty në udheqa. Thash djem, tash është koha mu pasunu, me marë pasuni. Se pasunia, ata sep në shesin neve herë të kur do në gjukat, se dhëtë ma kam nërë pasurin, provën e patonshme, e është I private, se kajtë e kam privatizua, ta 70% Kosovën. Se më konë të kupum na. Tash ata vinë me lyp pasunin. Jonë që ta Kosovarët, që e kanë mbrojt që Shqipni, e kanë mbrojt që të Kosovë dhe kanë mbrojt edhe kaj trojët kaj kemë. Usht këtyre u janë njërë për në sërbëve këto protesta, këto që isha une. Une mrena nuk muj me vendose me pasë shka ka ndodhë, po besoj se kjo shpirti shqiptarëve që ka me leviz, se kjo vulkan I shqiptarëve. Shëqër që ju ka ndodhë kjo,
se përmes kësaj ka ardhur bashkimi kombëtar. Kjo është i ardhur, është një farë lloj. Apo pajtoni 300 lafës e s'bën dom. Jo, absolutisht nga ato që kanë thënë. Nëse se të heq llafet Jam nga ata unë. Ramusha Adini është Për 8.000 hektar që nuk heq një presje. Edhe Musa Smojli. Burrat japin dorëheqje zotri. Burrat japin dorëheqje nëse shikon që nuk i shkon politika që do ai. Pik. Ramushi nuk e du me amvestu. Ramushi ka gabu se mas luftet unë mu po burri mirë. Tha, unë du mi punësu, njerëz me i punësu, me çdo familje me pas, një rrugdali, një rrugë, një dishka, ka bëj si Allah mundësin mu bo veteran, çdo familje ka një. A kemi edhe një lidhje direkte në ish ushtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë komandant, ai mendon ndryshe për juve për protestat, Sabit Geci. Edhe një Sabit Geci është me neve sonte është lidhje direkte, ai ftojmë regjia nëse ka mundësi. Me neve sonte si stash edhe më herët është ish ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, luftari i orëve të para, komandanti Sabit Geci. Basa Sabit, çka mendoni ju për protestat në Shqipëri, ai përkrahni atu dhe çfarë mendoni për këto protesta? Shqipëri nderuar, së pari ju përshëndes ju dhe shikuesve të juaj, dhe unë ato protesta asnjëherë si kum përkrah dhe unë mendoj se sa herë që është Shqipëria në një perspektivë, çdo herë hyjnë agjencitë e huaja dhe e bojnë tollori atje. Përndryshe, ne si kom kur ma mirë punë si kem pasur, por ja se s'ka ndodhë. Me siguri është shërbimet e huaja ato që i prinë asaj protesta. Basa Sabit, pra ju po thoni që ka shërbimet e huaja të infiltruara në protestat në Shqipëri, apo? Shërbimet antikombëtare, jo shërbimet huaja, se shërbimet huaja e edhe Amerikanë, por shërbimi joni, për shtetin Amerikan unë e kam shumë respekt dhe është shteti mik, por shtetet antikombëtare që janë anti-shqiptare, kanë ndërhyjë atje dhe me siguri dojnë me pengu perspektive në kohët tonë. Faleminderit shumë Basa Sabit, po çka mendoni, kam edhe një pyetje për fund, çka mendoni për kryeministrin Edi Rama, se a do të jep dorëheqje apo ju edhe a mendoni që kjo protestë ju bën dëm krerëve të ushtrisë lirimtare që gjenden në Hag? Po çdo protest pa krye i bën dëm venit, i bën dëm kohët, e le aty në atje. Një protestë e cila nuk di se çka don, atëherë kuptohet se diçka nuk ka rregull aty. Por sa i përket dorëheqjes së Edi Ramës, nuk është arsye ajo tradhti kombëtare nëse janë dorëheqja Edi Rama. Faleminderit shumë Basa Sabit, respekt, faleminderit shumë që ishe në lidhje direkte. Po uzaçe, a pajtuesh me absolutisht diametralisht i kundërt me të. Pse? Po ta them unë. E para, në ato protestën që thot zotëria janë shërbimet e huaja, nuk ka shërbime të huaja, aty është shpifja dhe akuza që bën Edi Rama. Nuk është shërbime iraniane? Jo, zotëri, s'kan asnjë provë. Asnjë provë. E dikush është shërbimi huaj atje, është thika që i ka vajtur në palc qytetarit shqiptar. Është vjedhja e pronave, është grabitja e pronave, është varfëria absolute që e ka kthyer popullin shqiptar, është gjendja mizerabël që e ka kthyer popullin shqiptar, është shitja që u bën pronave të shqiptarëve ai kryeministri i mirë i këtij zotërisë, ky që ka një komunist shumë i mirë dhe mirë bën është drejtë e tij të jetë komunist dhe super komunist bile. Po para se të jetë komunist të jetë shqiptar dhe komunisti i Shqipërisë. Se kjo kon ushtarë ushtrisë lirimtare. Shqipërisë e keq zotërisht, flas për Shqipërinë mëm, për turmun mëm. I ka ardhur e keqja vetëm nga komunistët. Vetëm nga komunistët. Ekskluzivisht komunistët shqiptarë janë përgjegjës për të gjitha të zezat që i kanë ardhur Shqipërisë dhe që i vinë sot e kësaj dite. Edi Rama zotëri për hir të karrikës që dhe të jëmën. Ky është Edi Rama. Dhe më vjen keq një njeri që ka luftuar, që e ka jetën qelepir tani mbas luftës, se ai ka vatur luftë për të mos u kthyer më, siç ka vatur dhe zotëria që kam në krah. Por të mbështesi Edi Ramën në këto kushte që Edi Rama ç'thot sot se thot nesër, merrni shikojnë intervistat e tij. Ai ishte i çakorduar. Ai pyesme edhe Musën, çka mendoni ju për këto që i tha Sabit Geci? Sabit Geci mas pari duhet me gjyku se rashi ky Edi Rama e shoja që më thoshin Hagsh atje që kjo që ka ndodhur është krejt prej tradhtisat e Edi Ramës. Unë e shoh senet kështu. Edi Rama është një tradhtar i kumbit. Nuk është shpëtimtar, po tradhtar i kumbit. Ajo është shumë e vërtetë. Edi Rama e provoi Plotësisht dakord me zotin. Ai e provoi, të gjitha i provoi.
e dini si produkt, në gonjo. Veç ka lajo me vendosë, burë. Fol për Grenellin. Grenelli është një tratar, është për neve, është një antikomtar për neve, është Amerikan, po është... Të përë zotit Ligat, a ishte Edi Rama që thanë 2016 zgjedhja e president e Donald Trumpit dohet e keqja me madhe, jo vetëm për Amerikën, por edhe për gjithë botën? Ky Edi Rama ishte, miku i këtij zotërisë. Miku i këtij zotërisë. Ai nxoni edhe Mikel Escobarin. Ashtu dhe. Se Edi Rama ishte për Open Ballkanin. Se mishë Serbi janë ata. Edi Rama ishte që t'i hapet rruga 4 Siprisht Serbisë. Edi Rama është që e mban Sabit Geci ka drejt me dasht, se Sabit Geci e din që do sene që kanë ndodhur nuk janë bashkëkonshme për Sabit Gecin edhe për shumë njerëz tjerë, si u vra Ahmet Kasni, si u vra njerëz mas luftë u bon këtu. Po si ka vra Sabit? Unë kam respekt, nuk kosht ngonjë. Është dora e komunistëve shqiptar atje. Jo, këtu është problemi. Pse, këtu është problemi. Pse nuk ndodhi kjo gjykat në Kosovë më bo, e me gjyku vetë populli jonë, e me gjyku drejtësia jonë, po me quna në Haga ta njerëz. Mërë të lutem, delë më ka një pyetje të thjesë, se ju po flisit... E kemi edhe një lidhje direkte nga Tirana, po. Të lutem. Pse Ramush Haradinaj dolli nga Haga i pafashëm dhe e kemi sot e kësaj dite aty, dhe nuk dalin këta të pafashmi të UÇK-s? Si ka orë momenti, alo, më nësë më shtatur. Jo, ka arë momenti janë gjykuare, stërgjykuare, ka folur... Ja, kam me dorë në Unë atjem, në ata që janë atjem, ka përqyrë vetëm a i me mjemër Selimi. I vetëmi që më ka përqyrë. Recep Selimi. A i që fletë si burra edhe tjetë kush doj. Nuk e din desanët, vesh po folë. Nuk e njo? Jo, nuk e din hesh. Hish pra, si di, po, nuk e din. Te vesh më ngu mu, nuk më shtenë mu shu për studios, ati pse? Unë e vesh për du me thonë, Sabit Gecit. Protestat duhet mi përkra, se protestat jenë për të mirën e kombit, ose freski. Freski e kombit. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipni, edhe në Macedoni Veriore, edhe në Malzi, edhe gjithkon na kem nevoj për freski. Se jonë njerës të kalbun, jonë njerës në dy të të Amlejani mi janë dalu e kemi lidhe direkte atin këpo. Sabit Geci që në ka instruktuar në mënyrë perfekti nga Edi Rama, sepse tha, më pike preske ato që thot Edi Rama, kjo është i turp. Altin Guxhaj sa po është liruar, nëse s'gaboj është liru mbron prej policisë, ka qenë i arrestuar në Shqipëri, e sonte e kemi lidhe direkte. A bën? Taftojmë? Po, patjetër. Me neve sonte është edhe avokati Altin Guxhaj që thash edhe më herët, dje nëse s'gaboj ka qenë i arrestuar, por edhe i liruar me njerë. Altin, faleminderit shumë që pranove intervistën nga Tirana, ekskluzivisht për neve në emisionin Këshia Show. Të di që për mushkët e si veçanë që të mund të i mështuar jo. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po çfarë ndodhi dje në fakt? Pse të arrestuan? Edhe me pjeshk makinës Niko Pedeshit. Ja nuk të dëgjova, pse të arrestuan thash? Po pra, se gjuajta me pjeshk makinës Niko Pedeshit. Por so ke qëndru në policinë në fakt? Në limitët e kohës 5 orë. 5 orë, çfarë të pyetën atje, çfarë ndodhi, na po shkruaj pak situatën. Aty kishte situatë shumë interesante, se fillimisht do t'rregoj historinë e pjeshkës. Kur unë pash që policia po bëj gati për të provokuar zullë ndaj protestuesve, u zhvendosën brapa policisë, sepse kuptova që ata po hapin një korridor për të kaluar makinat e minëve të parlamentit, domethënë deputetëve, se ishin fshehur si mirë, dorë nga prima e njëjtë. Dhe kishin frikë normalisht, sepse qytetarët tashmë i ka shënjestruar me vezë, me pjeshka, me katërvesa, me domate, me të gjithë koloritin e fillaperimin. Dhe koncepti ishte që u dokumentuar të gjithë ngjarjen nga një pamje kretere, se të shë në prokurori. Po? Dhe aty unë filmova skenat që si po përgatiteshin, shumë kohë përpara se fillonte zona e provokuar, si po bënin gati armët për të goditur protestuesit me bomba gazi, të cilat ishin një gaz shumë i rëndë që më shumë plagosë policë të protestues. Si ishin dhe pa maskat e nevojshme. Që do thotë, kjo është një shkeli rëndë nga me policisë shqiptare. Dhe në momentin që po filmoja, 2 herë një oficeri policisë kërkonte që
të neutralizonin personin tim në pozicionin që isha mbrapa. Dhe u largosha, afrosha. Dhe se një moment u ula se po prisa që të marronin punë, që të kalonin makina dhe të shohosha dhe të përballosh dhe të bllokuar rrugën, se aq kisha mundësi të bëj. Në atë moment kur u ula, pas poshtove mia një pjesë që më shesel Zoti aty. Pikërisht po dëgjuaj makinës Nikopeleshit. Dhe pastaj më arrestoi policia. Për që isha bërë gati. Dhe mund ta them me këtë dorë që isha në pozicionin një peshkatari që ka dalë gjuaj pesh dhe ka parë peshkun që duhesh. Mbas më arrestuan, më çuan në rajon bashkë me shumë të tjerë. Ku më pash disa skena pra në parlamentit ku na grumbulluan, ku një polis po torturonte një protestues duke shtrënguar sa më fort Prangat, po? Po. Ndërkohë që unë u konfrontova me policin me që kisha duart e lidhura dhe kërkova provë të që ta zvendonin sepse ky po sillej keq me një protestues që isha dëshmitar, dhe kishte dëshmitar tjerë. Dhe kur ky u gris me mua ky polici, unë thash sa fjalë të mira në ato që thuhet në raste, por policia e zvendoi atë person, me një person tjetër më normal, dhe pastaj u bë makinë e policisë. Më pas na çuan stacionin e policisë numër 3 në Tiranë, komisariati numër 3, dhe aty pata një incident me një nga oficerët civil, pasi u kisha bërë një video nga qeveria e Tiranës, ku i tregova gishtin e mesit për ta përshëndetur, pikërisht sepse ndërtoi standardin që na thanë neve gjithë fakti. Dhe unë i dash një përgjigje siç e meritoi. Ta bëj këtë video nga qeveria numër 120 që i thash unë. Ishte një surprizë e bukur për të treguar që shfrytëzohemi nga zona policore dhe përkundërzi në tallën me Ramën edhe nga qeveria. Se një njerëz të mirë më shumë në qeverisë se sa është deputetët e tij që ishin fshehur në parlament si minjë dhe zinë ndër. Altin, ju keni përmend diçka që do të ndodhë me datën të korrekt, pse nuk ndodhi asgjë? Po sepse 2 javë gjysmë përpara që ne bëra deklaratë, ne ishim duke mbylluar numrat dhe duke shkuar drejt maksimitetit maksimal. Po ndërkohë nga ai moment dhe deri në datën e korrekt, pati shumë skenar, sabotazhi, ndërhyrje, rënje protestës, dhe mbi të gjitha një filozofi e protestës që më shpjeguar nga organizatorët dhe i detyrova ta pranoj, që thanë që ne kemi nevojë që ta shmontojmë Ramën pak nga pak, edhe me ndihmën e ndërkombëtarëve, edhe me ndihmën tonë, edhe me faktin që aty do të vijë çdo ditë nga Tjembri, nga Itra, kjo godinë po shëmbet, godinë e pushtetit e Tiranës, dhe thelbi i kërkesave të organizatorëve që ata që organizojnë protestë, ishte që ne po shkojmë drejt një aksioni të menjëhershëm, por një aksioni më të ngadalt përballë Ramës. Dhe ndërkohë që nuk kam pjesë e grupit punës, kam qenë detyruar të pranoj këto rregulla, por mbi të gjitha faktin që duhet të kujtoj që kam denoncuar vazhdimisht gjatë 2 javëve gjysmëre, faktin që kjo protestë e sabotuar me rrugë mjetësh për të dekorajuar pjesëmarrjen, siç ka qenë Nisa Pollinjas, siç ka qenë për Placa në diasporën, siç kanë qenë shumë skenarë, shumë historik, që kur ne dëshim që ndrojmë 24 orë që morën protestuesit ditën e diasporës, para 2 javëve dhe shpërndan gjithandej, vetëm që mos rrinë aty. Sepse ka 2 rryma, siç e kam thënë që gati sa surrahen me diasporën. Po, e kam sonte të ftuar, po, Altin, e kam të ftuar sonte Zotë Islamin, që e ke kolegë, po besoj. Përshëndetje Altin. Edhe Musa Smolin që ka qenë këtu më herët edhe është përkrahas i protestës. Besoj dhe respektoj dhe përshëndes dhe unë. Po, e ka një pyetje Zaça, ki diçka me pyet Altinin? Jo, Altini foli dhe i tha gjërat saktë, po dhe Altini dhe unë nuk e dim kush janë organizatorët e protestës dhe çfarë programi kanë, kush i frenoi, kush i bllokoi, kush i sfumoi këtë protestë që filloi aq mirë sa nuk ishte ku shkonte më. Dhe nuk e di nëse e ka marrë vesh Altini, unë isha në protestë dhe ky Gent Progni me një 6 veta të tjerë erdhën dhe më larguan nga rrethi ku ishin vendosur njerëzit që flisin në mikrofon, pam dhe në asnjë shpjegim duke më thënë ti nuk duhet të afrohesh asnjëherë këtu. Dhe deri tani nuk më kanë thënë se pse nuk duhet të afrohesha unë asnjëherë. Bashkë njihemi sot e 30 vjet, 25 vjet sa u bën. Kështu që nuk mendoj se e meritoja një gjë të tillë. Megjithatë ata s'japin llogari. Për mua Progni dhe ky Dritan Goxhai që më tha
I lirë Dedja është miku im, tha, se i thash si e quajnë, se si a di mbi emrin Dedja. Më tha, nuk të duhet gjithu, tha, ishtë miku im, tha. Aty unë e kuptova, i thash, falemderit, drejtan, se u prezentuam bashkë, i thash. Edhe i ka s'vajta matje, pastaj rrja me njërës e tjerë në Altin, po në fakt, kush është organizatori i protestave, Altin? Kjo protest nuk ka organizator, duhet sëroj s'ka. për të shumë të njerë, ka një grup pune që merret me koordinimin e procesit i cili ka pas shumë pika dopta në qytetarin e vetë dhe ka qenë një nga shkaqet kryesore të defekteve të protestës, por për rreth një javë ka filluar që të merret dorë situata dhe të merret një situatë kontrolli, ku roli kryesor pozitiv ka qenë i Dretan Goçe, që është munduar të gjejë një gjuhë me grupin e punës dhe të vendosë në pozita bashkëpunim dhe të ketë një lloj veprimi dhe organizimi, ketë një lloj agjende. Dhe personalisht, moment që kam parë Dretan Goçe në këtë koordinim, kam thënë me vete që më së fundi këtë protest ka një lloj garancie patriotike të një personi të ndershëm Për të kororëzuar me sukses. Megjithëse ka bërë 3 luftra, jeton akoma në shtëpinë e Qirat, dhe është një nga njerëzit që unë besoj më shumë në Shqipëri për ndershmërinë dhe patriotizmin e tij dhe sinqerisht kam bërë hapat e mi mbrapa për faktin se kam besuar që nëse një strateg lufte është aty ku është, në atë pozitë, duhet i besoj. Dhe prej rreth një jave, pasi kërkova dorëheqje gjithë grupit punës, nëse do të merrin dorë situatën, ka filluar të shoh që ka filluar pak nga pak të marrin dorë situatën dhe pavarësisht sabotimeve ka psuar dhe nga jashtë, pak nga pak po merr kontrollin dhe po shkon drejt një rrugëzgjidhje, do thoya, të menaxhimit të një defekti një mujo. Të defektet e kësaj proteste nuk kanë nga qytetarët, kanë nga organizimi. Dhe sabotimi ka qenë prezent. Tashmë për një javë shoh që ja fusa duart mira. Unë kam pranuar logjikën dhe filozofinë e grupit punës që do të kërkojnë të rritën numrat, por megjithatë do punojnë fort që të shmontojmë Ramën pak nga pak çdo ditë. Dhe shenjat e simptomës të deklaratimit të Ramës janë shfaqur ditët e fundit, edhe me provokimet e dhunës, arrestimeve, represionit, të cilat atë kanë dëmtuar sepse ka pasur aty nga Komisioni Evropian, dhe ka pasur Evropian, ka pasur aty dhe më tej, por ajo që shpreh është fjalët e Dretan Goçe që tha një javë më parë që do shohësh këtë javë shmontimin e Ramës, si do të ndodhi pjesë-pjesë, cop, pak nga pak, vazhdimisht. Dhe të gjitha që shmërën dhe unë e kam prekur këtë gjë, edhe sot, edhe dje, ka pas reagime edhe nga grupet parlamentare europiane të djathtës, edhe nga e majta, por megjithatë nga të parlamentit shtetit ne kemi të zhvillim të ri Kongresin Amerikan, që po hetohet raporti i qeverisë me trafikun e kokainës, tregon faktin që ka filluar një proces shmontimi. Ajo që është më rëndësishme nga të gjitha, dhe këtë fiksoni pak se është shumë rëndësishme për të sen, është që Edi Rama sot ka nxjerrë një lajm që po ndërton një akademi ushtarake izraelite në Tiranë për forcat speciale. Izraelite në Tiranë për forcat speciale, që është pjesë e një procesi që ai po shpejton hapat, duke e ditur shumë një reagimin dhe rezistencën patriotike të popullit shqiptar dhe veprimeve të veta, sepse ai është në gramat e fundit dhe po mundohet shport të kërkojnë mbështetjen e mbijetesës nga Izraeli. Ai ka mbyllur gjitha rrugët, gjitha dyert, dhe tashmë po kërkon që Shqipëria të vendoset në sundimin e plotë të Izraelit, është e njëjta procedurë që bëri Enver Hoxha me Jugosllavët. Shumë i sakt. Jashtëzakonisht i sakt. Dhe koncepti sotëm që ai ka shpallur, që do ndërtojë një akademi të forcave mercenare speciale me Izraelin, tregon që teoria jonë, që ne jemi në vend tashmë de jure, i pushtuar ose më saktë ofruar në pushtim nga Izraeli, i cili po merr një ofertë të pakërkuar që është ofruar nga Rama, kjo vërtetohet plotësisht që sot jemi në ditët më të rëndësishme të rezistencës kombëtare ndaj një invazioni të plotë që po ndërton Rama dhe familja Soros për të ndërtuar në Shqipëri Izraelin në shoqërisë arabe. Sapo ka ndalë dosja e fajave të Ramës, Albania Files, që tregon që gjithë Shqipëria është në shqiptje me projekte konkrete të preparate kokainës
dhe të kompanive të cilët janë panjohura Po. në ishin dhe pitose nga vinë, dhe në gjitha rasti i Karavastas që kundërtohet në qytet me 40.000 banorë. Dëgjoj. Po. Dëgjojnë Karavasan Faleminderit. në Lushi. Po, Altin, falenderoj shumë sepse me që jemi në lidhje direkte, nuk kemi edhe mundësi ma shumë me zgjat. Faleminderit shumë që u lajmërove, shumë respekt e urojmë sukses Të e shëndet. përshëndes Altin, të përshëndes nga Faleminderit, Pristina. faleminderit shumë Altin. Faleminderit. Faleminderit, mirë pofshmi, faleminderit shumë. Po ati, unë ja thash? Unë ja thash ati? Jo, tamam. Kjo është e vërteta. Ti hapin sytë këta, edhe ti bashkë me ta. Se keni Mos mik hapi sytë Izraelin. për të dhënë. Izraelin nuk e keni mik mbajni mend, unë e them të më dëgjojnë qytetarët e Kosovës. Nuk e kemi mik, e kemi gjarë për në gji. Pik. Izraelin. Po. Ramushin? Ramushi vetëm një gabim ka që da tokën. Nëse ti, Që lutem dhe njerë. nëse ti nuk na kërkon folje, neve, krahë luftës. Për luftën i heq Gorgo, kapellën, të lutem. ti- Jo. Për Ramusha e luftën dini, asnjë pjesë tokës ty hup s'ta ka. 8.000 hektarja keni dhënë, 8.000 hektar. po kjo janë me letra tani mos. Po na shqiptarë jona ne e shqiptarët ne. Toka tona janë të gëzuar Nuk ata ka dhe njerëz. si shqiptar atyre. Po të vajmë si shqiptar t'i gëzojnë, Dy. jam dhe unë bashkë me ty. Edhe Shqipnia, edhe me dash me hup, Shqipni s'mujnë me hup këkosh. Nuk shitet. Nuk E ka shitur o njeri. Ose ka shit, edhe një. Garantom ti O, mushtu. Si çdo protesta. Mas një kohë nuk dalin manipuluar për dikuj, unë e kisha më qenë një më i lumtur në botë. Kur ti fol kesh për një lutetar që ka prunë shlerimin, kur fol për një djem të lutës që kanë prunë, Pse i deformon fjalët e mia? mbrojt. Dale, nuk të lënë Okej. bësh propagandë këtu. Po. Tu flasëm me prova, jo me propagandë. Kam thënë, them dhe do ta them. Nëse ke marrë vesh, ndash me rëvesh, ndash mos e merr. Jam në kundërshtim me veprimin që ka bërë Ramush Haradinaj si kryeministri i Kosovës, duke falë 8.000 hektar me Alizzi. Për të tjerat i heq kapelet. Ka thonë diçka Kaq. më shumë. Po. I ftojmë kemi edhe dy musafirë sonë të shumë special. Ata janë bineç, edhe janë me profesion si ju, zoqe, janë avokat, Po. njohur këtu në Kosovë, vinë nga Prizreni, janë vëllezër. Me neve sonë është Gjan Gjini edhe Gjan Gjini i ftojmë me dorë të kitje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma se jeni. Faleminderit, mirë se gjitëm. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Cili jeni, cili? Unë jam Genti, ky është Blendi. Cili doli i pari nga ju të dy? Unë, ashtu thot shkenca, mjekësia thot. Faleminderit shumë që. Faleminderit. Për dy që këta e shumë njohur në Kosovë dhe janë të njohur edhe për një gjë, kanë bo pa di Dritan Guxhaj. Sonte për shtaj këtu, nuk e di pse e kanë bo. Sonte janë këta këtu për më na tregu pse. Po, dhe ta thonë. Ka çka të flitet, pasi që edhe jemi koleg në profesion. Gjithmonë flasim në gjuhën e fakteve të provave. Po. Pibi si më troç, do të thonë kena parë që ndaj figurës Dritan Guxhajt ka elemente kontroverse për personalitetin e të kaluarës së tij në shërbimin që i ka dhënë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duke u bazuar fillimisht tek kryeministri Roma, ku unë nuk dua ta amnistoj apo të ngrej një paralel apo të admiroj pra atë veprim që ka bërë. Pra kryeministri Roma, duke ditur që është një figurë pavarësisht kush e përfaqëson një institucion më të lartë, pra është kryeministri i vendit, ka dalë në Facebookun e tij dhe ka postuar një dokument zyrtar ta themi që Dritan Guxhaj është dezertor në luftë. Pra është një kumtes e nënshkruar nga një general që ky i bjen disa general nga Shqipëria që të kyçën këtu që të ofrojnë shërbimin ushtarak Kosovës, do të thonë autoritetet e Kosovës, por në atë rast Dritan Guxhaj i lek këta dhe e merr kjerë nisë në Shqipëri. Pra ajo është një lloj dezertore, ashtu e ka definuar në atë shkresë komandant Plaku. Edhe duke u nisë te ky dokument i Romës, ku e tregon dezertorin, pjesën e dezertimit të tij në luftë, tani kanë dalë elemente tjera, pasi që unë si avokat e di që ka marrë nismë që mua nuk takon, pasi që këto është dashur ta bën prokuroria e vendit, prokuroria përkatëse pra Kosovës, duke marrë parasysh se tani tash dhe organizata e veteranëve të luftës, kreu i saj ka dalë edhe me një reagim. Hysni Gucati ka dalë që në debat në prezencë televizioneve, pra ai nuk ka kartel, nuk ka status veteranit, nuk na ka dërguar ku ka luftuar, nuk ka arkiv të historiatit të tij se kur ka shërbyer në luftë, dhe kjo janë disa elemente që tregojnë se në të vërtetë kush është Dritan Guxhaj. Tani, se unë gjithmonë avokat dy kemi mbledhur fakte duke u përgatitur më shumë, kam parë
para disa ditë Dritan Goxha për t'i demantuar këto fakte, ai më shumë e ka thëdhuar skandalin sepse tani thotë që ai dokumenti që ka publikuar Rama është fals. Në anën tjetër, kreu organizatës veteranë luftës thotë që është origjinal. E tani këtë punë është dashur ta kryej prokuroria. Ta shikojë në vlerësimin origjinal të atij dokumenti dhe të merr pyetje edhe Dritan Goxha të shikon arkivin e tij dhe prokuroria të del me një situatë se a ka falsifikim të dokumentit, a është veteran që themi në gjuhën popullore origjinal apo është një figurë që cila është padia që fal që keni një pyetje do më fle, një pyetje koleg. Po. Komandant Plaku ekziston? Me ato informacione, unë që kam lexuar, kam kuptuar, nuk ekziston. Nuk jeton. Por Justi Gocati ka treguar se është firma e tij, ka pohuar që o njoh edhe nuk kam dyshim nga dokument. Pra flet kreu. Dhe persona të tjerë që kanë qenë me Dritan Goxhain siç pretendon dhe siç thotë se deri tani do ta quajmë do rrim në kuadrin e pretendimeve se ne kërkojmë prova si unë dhe ju në këtë profesion. Pra neve na bind prova. Ka shok lufte bashkëluftëtar të Dritan Goxhaj që të thonë që ne kemi qenë në filan skuadër, në filan tog, në filan kompani, në filan batalion, në filan brigat, se janë prova këto. Se ka bashkëluftëtarët që ka luftuar me të në kranë, nëse ka qenë atje, nuk e dis, se s'kam qenë në Shqipëri në atë kohë, as në UÇK s'kam qenë. Dhe unë jam i prirur që të mësoj të vërtetën. Thash, më bie kam konflikt interesi, se unë kam njeriu tim dhe nuk dua të dëgjoj fjalë të këqija për të, por ama të vërtetën e dua, qoftë edhe për fëmijën tim. Duke ditur para se jemi jurist avokat në profesion, gjithë veteranët duhet të evidentohen në ndonjë arkiv. Po, patjetër. Dhe ato duhet të jenë në statistikë të menaxhuar nga një organizatë. Në këtë rast organizata luftës shërbim të organizatorët që kanë këtë organizatë që e udhëheqin me mandat dhe me akte ligjor që mbajnë përgjegjësi dhe përfaqësojnë këtë. Atëre, ndalojnë që këtu. Ju si avokat, se jam avokat i keq, jam avokat i mirë. Ju si avokat, keni shkuar te kjo organizatë që të kërkoni prova lidhur me këtë akuzë që i bëhet Dritan Goxhajt? Po nuk kemi nevojë sepse vetë ka dalë kreu, ka marrë një konferencë kreu i organizatës, ka thënë që ky nuk ka status të veteran, nuk ka kartel, dhe thotë shkon deri aty që ai lirisht në të mëpon pa di. Dilaver Goxhaj edhe Dritan Goxhaj ka thonë nuk kanë... është një kreu organizatë. Nuk janë veteran të shtishtimtarë të Kosovës, e ka thonë në Justi Gocati, jo na. Dakor te. Po, nuk ka kjo indicie, kjo është një provë. Po. Okej. A kom drejt pak? Po. Vit një sekond. Po. Këta janë gabim krejt komplet me gjithë. Komplet janë. Lufta ka qenë vullnetare. Baba e Adrianit, edhe Adriani ka qenë luftetar. Nese nuk kanë qenë luftetar, që ata dy. Në Kosovë në konë krejt 5.000 luftetar, s'ka pas mo. Qysh kanë drejt ta më thonë së shkon luftetar? Dritoni, jo... Dritoni dhe baba e tina. Unë nuk thash që nuk ka qenë... Jo, ti e të mbrojt, djallëzimin je të mbrojt. Po gabimi është qasja jote a djallë ka qenë luftetar, a i ka ardhë, për të mijën e Unë e pja bëj argatin në Dritan Goxhën, ndoshta janë vërtetë, pja verifikoj që duhet prokuroria duhet me... Atëherë, pse mbro Dritan Goxha vetë? Hisni Gocati e din mirë se në aty listat e veteranëve figurojnë 60.000 veteranë të rajshëm, 20.000 invalid të rajshëm. Pa e tem tjetër është. Na këtu kemi marrë për Dritan Goxha. Po përkon erdhë. Me treguar rolin, figurën kontra vetë. Figurën e ka shumë të vërtetë, më të vërtetë se këta. Nuk kontestojmë vërtetësinë e tij. Më të vërtetë ka, sigurt. Ato fakte, kush duhet të shtrojë pretendimin? Kush duhet historia rrallë? A kush duhet mi verifikoj? Koleg, kush ka nevojë me nderuar koleg. Nderuar koleg. Kush duhet të verifikoj këtë sipas teje? Ai baba edhe ai ka dhënë debut për vendin, të prevent çadje. Kjo është gabim. Po unë ndoshta pja ndreq në figurën e këtij. Janë të vërteta, edhe pa nuk po dinë demantu. Jo, pse pja prish? Të lutem. Kush e ka akuzuar? Duhet të qyr mirë vesh, mos po e vet kush je. Mos folni pa lidhje burr. Unë kam nevojë, dul publik. Nuk është në rregull që kjo. Kush e ka akuzuar Dritanin që s'ka qenë? Nuk është në rregull. Ama pavarësisht kryetar, një organizatë, ai është zgjedhur ju nesër mua, edhe nesër baba ki mua apo ne? Pse nesër, pse? Kush ka nomi është ai? Hisni Gocati, lufta ka qenë vullnetare.
Lufta nuk u konë, vullnetar u konë. Pse duhet besuar ai Gusati? A duhet me pas një arkiv? Një histori për një statutit. Dola kona e këtina se tha për Ramush Haradinin. Nëse Ramush Haradinin s'ka lutu, kush hamo me lutoj këtë vend? Po, a duhet Ju më qitë mu për i tokë të qitë. A duhet me pas kush e një ju? Një arkiv. Kush e një ju më konë? Për të tonë për ato. Jo për të tonë, mos e me personal. Hish, për e stiku catë të s'bo më dollë, personali jam. Se njerës kam shty gjak për këtë vend. Dhe ta në gojqa dhe shdo një uni, kush e ka morë, uniformin, e u që kes, o shtu që ke. Kush ka luftu, babën e ka pas pres, këtë që ta komandon të këtë që ta kanë morë. Zëvëndës i shefi shtabit përgjithshëm të shikës. Qështu ka po u dhe vetë Dilaver Gonxhaj ka... Dilaver Gonxhaj ka qenë zëvëndës shefi shtabit përgjithshëm zotëri. Unë unisat e fakte për Mu nesëm që të stikocati, e a i tjeti thët, o arda, di shka më kanë thonë mu. Po pse që ka i besuar? Të lutem. Vone, këtë dy jau. Pse duhet besuar këtë Gusati? Unë kesh përdor mu dy jau. Të lutem. Unë e marrë ku ka thirë, a dheu kushtrim. A dheu ka thirë kushtrim. A i djali ka vesh uniformen, a i djali ka qenë për Shqipëri. Se në Shqipëni e ngonë këtë sa komandota që e një kënë shku në Shqipëni. Shumë faleminderit. Me Më dëgjoj një minutë, me qetësi se jo, nuk ka qetësi. vetëm unë të qetësoj ty. Vetëm unë të qetësoj ty. Më dëgjoj një minutë. Mane për zotë, Zotëri, ky Gusati shka Gusati, që thotë kështu, që është ai, kush do që tjetë, nuk e di kush është. Ja, mo. Zotëri, ai duhet të marrë përgjegjësi penale për ato që deklaron. Qep. Se në Ku ka përgjësi këtu? A i ka dalë bukur, ka dalë emision, ka dalë para medive, ka thonë nëse janë pretendimet janë pa vërteta, lirisht bone pa ti. A i ka që shumë parim më A i ta pysh me Musa Smojlin, si mas Musa Smojlin, ta ka qenë Dilaver edhe dritoni. Po! Edhe lëhesa në atë ku, kur ata tjertë kanë etë, nështë edhe kanë prej zhinë, fytë kanë prej. Ata kanë qenë për të mje në kombit. O rranë! A di që të më honë uniformen e kanë me eshtë për këtë kombë. Ka shumë të drejtë. Esh okej, unë e di Shqipnia neve nga kanë përgatit as nato si ka pasur luftët ata oficerët që ka pasur nato. E Shqipria. Të në përgatit neve si magar. S'kem dit as amen me përdor. Jo si magar, po si luftëtar. Darë për burë, mësë ma buktonë prej zatë zotit. Nuk u të zoj, unë me dollë për vijës të ame që jam. Falë, që kemi në dishka, është një profil i politikanit në qeveri shqiptare, Balla, sa li, s'di shka përfaqëson Tauland shfarë Balla. A i ka dalë me një deklarat skandali. A i ka bën një list, edhe ka thonë disa nga ushtarët, i ka përmend me emra të përveçëm, janë mercenar të paguar. Kërkush nuk ka Ja hong dalë... shmundit dhuj atina, ja hong shmundit atë. A i nuk u konë mercenari pagum. Po unë e pedenoj... Se ku të hajsh plëm këj, për sa, për të për të teru, për të futi plëm këj. Po a di kush e pas... Unë e pedenoj akti voti zoti. Akti pedenoj. Ti e avukat, ti po paguash, ti Jo, sa një s'po orë që merr paguash. Ja, mo mos e përfyn, po mu s'pe përfyn. Tauland Balla është shefi i grupit parlamentar Partisë Jo, po Socialiste. unë pedenoj... Jo, unë e pedenoj aktin që unë shaka bëj. Jo, a i shaka Pas është figurë, është figurë. Tauland Balla është figurë e respektuar në Shqipëri. Jo, është për ty, jo për mua. Për mua është tregtar narkotik. Sadri diçka, vëshja. Unë e mura që duhet më dënu, ai edhe duhet më çysh erdhën në atë përfundim me bëni listë veteranë këta janë mercenar të paguar. Se dënoj dikush ato, duhet me dënu gjuhën e tina, edhe duhet më marr dikush me to. Edhe ka një llos veteranët ushtrisimtar edhe organizat. Është tani diçka tjetër që ka thonë. Kryetari Avëllosh, po unë të dënu të shat bollë. Është tani diçka tjetër që ka thonë kryetari Avëllosh. Të lutem. Jo veç ta shpjegoj më sto. Kanë thonë që ka marrë porë Tahir Sinaunaj, po jo Tahir Sinauni, janë dy emra të ndryshëm. Tahir Sinaunaj ishte nga Kuksin, ndërsa Tahir Sinauni është nga Trepuja, është heroi i kombit edhe ka qenë luftar i davosshëm i ushtrisë kombëtare të Kosovës. Këtë që ka thënë ai Tao që i thonë që tallin të gjithë në Shqipëri tani, ka thënë që janë mercenar, këtë që janë mercenar, ai, ose ti, si pas të i mendimi ju të juridik, kush është mercenar? Shkallin e më dojë me mercenarës. Të lutem, Musa, të lutem, le. Mercenarë janë ata jashtë kombit shqiptar. Hajtë bu burun e... Prandaj Tao, ai bastard bu. A jemi orën, qëtu që e në të në këshim publiki. Ai bastard. Thonë musë nuk ka pagun, kush i ashova, dikush nuk ka pagun me dojë. Tani, dikush... Unë me mbrojt, Një rogë do të amanin ka se kanë fëmi. Me pages. Jo, s'ka mercenarën gënja. Mercenar që e ta i të shkon në një kombë tjetër. Jo t'i shërbesh atë dheu, zotëri. Unë i kom shok, Gjermon, kanor Frances, ka në jetën aty, ka Italian, ka Hej. Nuk kanë qenë mercenar. Kanor me luftu për minimum këti kombi se kem shtin gjëna, këtë botën e kem shtin gjëna. Nuk ka orë pa hije e kelleri, kanë derë gjak një s'kam shty. Fix. Qërë guzorë na me folë kesh për Shqipnin, që ka dhonë gjak kanë derë ata kanë shty. Në atë kohë kur tjerë,
nështë të bëha ki edhe i kanë një mu me ngej. Sot i ki veteran, i kanë një mu sërbe me ngej, shqiptore, i kanë mytë, sot janë veteran. Këta duhet mi këshu mirë. Invalid trajshëm, njerës kanë blog, në trup halo, nuk e këzojnë një startos. 204 euro i marune. I kom ljonë bizneset Amerike, gëune, thmine, kejte, kom ljutu si burë. Sot të nevuj me ju e jemi smut, pse që kesh. Pse që kesh jemi smut? Ti e i smurë, ti e si molla, si ko kremollës. Jo, ma jemi smut. Mu vjen kesh, ju e këzofshë jetën. Po nga, në Shqipni, o bo edhe në Kosovë, jena bo mollë kinez, 660 euro. Kjo është turp më full. Këtu ka ndodhë luft, këtu ka ndodhë masakër, këtu ka ndodhë kesh, gjithë shka ka bo armiku. Vajt, sa merë, e kam e patjetër me jam dalu, sa merë një përgjigje prej Dilaver Gonxhajt, më do të me ledzu, babojt dritonit, se e kom fëtu në emision. Po, dërgoj thët me shkrim përgjigjen. Gjithë kjo propagandë fyse dhe shpifse dhe antinjezore kundër djalit tim Dritan Goxhaj është propagandë e paguar nga qeveria aktuale shqiptare dhe dhejshër nga Edvin Rama. Por befasuam se si mund të bie në këtë propagandë qëllim keqe jo vetëm patronazhistët e Edi Ramës, si dhe të paguarit nga agentët serb, por befasuam që në këtë kurrë të Edvin Kristaqe Ramës kanë rënë edhe Azem Sylja, Bedri Islami, së bashku me zëvendësin e tij në kryesinë e LPK-s Bardhel Mamuti, bashkëpunëtor i dikoshëm në kohën e adoleshencës i policisë serbe, por edhe Xhavet Haliti. Ndërsa këta persona edhe mund ta kenë zëvendësuar atë me praninë, ndryshe nuk mund të kuptoj. Madje kundër kësaj propagandë shpifse e dashakeqe, asnjë ish antar i shtabit të përgjithshëm të OÇK-s përveç ish shefi i shtabit Bislim Zirapi nuk kanë reaguar kundër këtyre shpifje. Madje duke mos reaguar edhe në rastin kur qeveria e Kosovës publikoi listën e veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe unë djali im Dritan Goxhaj nuk figurojmë në ato lista, edhe pse u ankuan publikisht përveç Bislim Zirapit. Shokol Dobrumës, Muhamet Mehmetit dhe Ahmet Qeriçit, ky pozicionim i tyre me imponim pyetje pse kaq mos minjës këta njerëz. Në këtë rast më lejoni t'ju kujtoj një thënie të filozofit të kombit Sami Frashti, mos minjoja është vesi më antinjerëzor i njerëzimit. Ka të drejtë, ka shumë të drejtë. Është baboi Dritan Goxhaj. Ka shumë të drejtë. Ai ka sakrifikuar familjen e tij, iku nga Tirana, erdhi zhvendosur këtu në Prishtinë. Unë kam marrë në 2003 kur erdhi Bill Clinton këtu. Domethënë po dalin fjalë pak a shumë të Musa Smolit. 100%. Kështu që kushdo që ka hedhur balt mbi Dritanin dhe mbi Dilaverin. Po thotë që Bislim Zirapi ka dhënë deklaratë dhe ka treguar që ata kanë qenë ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe po thotë që na kanë hequr nga listat e veteranëve. Ashtu siç tha Musa Smoli më herët. I kanë hequr sepse unë shoh që kanë filluar grupazhet dhe këtu në hartimin e atyre listave dhe ato kramarrit edhe padrejtësitë dhe poshtësitë. Unë nuk e di çka ka bëu ky, po thotë sikur Musa. Jo, ka të drejtë ai. Ka drejt, unë e di që atëre. Në mus, ti po hoj fjollë. Zotërin, në 2003, kur erdi Bill Clinton këtu, në 19 shtator, unë kam qenë këtu, dhe i kam vajtu në shtëpi Dritan, këti Dilaverin dhe më ka pritur dhe më ka thënë gjithë historinë. Dhe unë e di saktësisht dhe vë duart në zjarë që është si që thot Dilaveri. Dilaveri mund të ketë 101.000 të zeza, është një qikë herberist dhe të më dëgjoj, por është shqiptar, është adetar. Ka sakrifikuar gjithë ka. Ju kërkoj folje, shumë e vërtet. Su ku me se shadalën e, po e mdejë që ma këtë mundësi, su ku me se shadalën në media. Unë e këmë shku me morë librezën e ushtrisë, si luftëtar e këti veni. Më kanë thonë, je ushtoj i Ibrahim Rrugovës, kështu më kanë shojt, jem konë kavrona. Një njëri që vjen për Amerike, lënë nga unë thminë, s'na i përjes maj mirë në Kosovë. Po Ibrahim Rrugova nuk je sërb, që shqiptar. Po ta ka ndasht Ibrahim Rrugovë, më s'melon më vërros Kosovë dhe keja hupim Kosovën. Unë në që këtë po, nga. Desa nuk vendosën të vërtetat, desa rrinë, veterantë, invalidet e rajshëm, e këta kesh bersa, në kry që ty në senu, kurë hatë kena mu bo. Pra ndajna, mujna mu kesh kuptu. Këta mujnë më konë djemë më të mjetë botë, edhe kë, po unë nuk mu i pajtojnë me këta. Ramush Hadini më anë kontest mu bo tratar, pra në vinë e sebeve, nuk ka shons, ka derë gjak me vlazën e me këtë kam pësty gjak për këtë vend. E mojnë men ku i kumë gjithë, thate kumë gjithë u ka gjinin. Qërë ku zërë në më folë për Ramush Hadini, thate kumë gjithë. Ku i ki o Ramush ata luftetash, i ki posët. Qërë ki leonë me bua ata flëshqana e nikë, kër e lenë nënën e vetë dhënume, kër e lenë dhamë, kër e lenë thmine vetë, a i shenë bërqeni. E sot veteranë në gjithë. Të dalet flasi. Nga, këto e në gabimet e Ramushit. Dalet flasi. Pra ndaj ja ka unë mundësin armishve
kombit me fol. Sot jenë bërë mish pa kufeshëm jenë bërë. Që shu bërë Musa Smajli, nuk ko ka luftetar, është i rëgovës 2 javë që e mardhën e. Dale një minut. Nuk merresh jam kjo, marrë kjo nuk mikun, duhet, nuk jam kjo marrë është e mikun. vërtetë, tash Dëgjoj, nuk Musa, përjetu. Musa. Nuk jam marrë mikun që them Kjo se ka është dhënë qenë 8.000 nuk metra, dëroj. 8.000 hektar. Kjo është e drejta ime ta them dhe nuk Po, konteston mos- dot kush. ti Vetëm vjen atë. kesh për te, je patriot burr, po Tjetër leja. gjë jo, tjetër gjë jo, e që kapelën për Si luftën. ka dha unaj, Kaq. për këtë rotën ndërkombëtar, jonë do të padrejtësina e në bon. Unë e thash, 1.0 Denoncoj të tëra. 1.0 99%. E vërtet, Po, po. ka ndodhë tu, diçka, ka ndodhë. Këta jenë të rritë. E pikërisht atë Unë e kom diçka të studenta. diskutoj unë. A ka gjo ma gjuna sot unë e 58 vjeqarë me vujt me 204 euro. Turp. Është e rëndë, po. Jem dal, nuk muj me punu Po mo, sa se prona- nuk jem gjendit mirë. Atër, se ti po më ngacmon vetë tani, sa prona kanë këta që janë në Hagë? Lej ata. Si ti lë, pse ti lë? Ata, ngonjo. Ata të ke funit, edhe ata e kanë problemin si une. Jonë me shëndet smut. Edhe ata të ashti kanë ardhe një pik, Qa edhe pronash ende. kanë të pyet, qa pronash? Nuk me interesën pronat e tyne, mu me Ah, interesën. mua më interesojnë se ku i gjetën para që bën ato prona. Ata kanë po gabime shumë. Faleminderit Unë pra shumë. ndaj po thëmë. Këtë duam të Qysh thuash. nuk vjen mora atyne me dalmi i heka ta qenë birqena. Kur e kalon thmin, nonën, motën, babën, gjithçka kalon me u iki për qenit. Qysh më vëlla më sot është drejta ngojë me bab vetin, ata kanë qenë për shtabën e përgjithshëm. Ata kanë pas takime me NATO-n. Ata kanë pas takime shumë jashtëzakonshme. Me sa di Diskutojmë unë në më dritani vull. ka dritani ka shërbyer dhe Se, në kjo më servin folë mu sekret. për trenicë, për... A, dinë si mund dhe kjo shtaj era musha Haradinit. Tha mus bukën e lysha me kollëtën dhëmbe musha, me hongër, tha e këshëshim molin e koshahës ka ushteke, se thëshim një krim shpres ka moli koshahës kufini i Shqipnis me neve. Bashkë me Amerikanë do kona jo. E ardhë Amerikat ja ka fut në bëgat atje. Era mushit i moj shpres, hajtë sot, a ka jetë edhe një java, një ditë, a 2 ditë. I sot me thonë është e E rëndë. sot me thonë, është gjëna për burë prej sa zotin. Ku foma ti ku mba thonë me të masakrume, më kanë metru të shokve në gjyks. Nuk jam i shmendun. Duhet mu vedisuna, ja sa tje kur, se jena para shbeja e E skombit. vërtet, pajtuna me mu. se vërtet. Une, a, këtën, Mblidhuni atëre, një këshill na unë. Kërime na morë. Një këshill, po deshet. Të gjithë ju që keni luftuar, keni derdhur gjak. Po ka pak, Duro, ta mbaroj llafin. po ka pak. Mblidhuni dhe Ku mu mbledh? bëni një rezolut në Ka Kosovë. pak, jo nja shumica. Të vinë, more të O, vinë se si nuk gjën gjë. vinë bre, ngoni jo. E kanë devalvu, e kanë prish. E kanë dhënu, ushtojnë, luftëtojnë e vërdet, së ushtoj ju, luftëtojnë e vërdet e kanë dhënu këta. Këta e din mirë që e kanë bo. Wow, nuk më një gjonë me mikroskop vërtetit tash. Se e nikin shku jashtë. Edhe unë e jem të dosh më shku jashtë, se më ka di ka më shku jashtë. Se e kom të mdu letat. E kom prish thmin. Kom prish jetën. Kush merret me mu, mas 2 vite po vaki dalune një, si nuk kom qenë, mish një java, 2 e mardhën e. Këta qenë për qenë, as guzojnë. Kur Bill Clinton, thot je heraj Amerikës. Kur Amerikanë, mu më dojnë, që ta Amerikanë si po thoti, ishta Izraelitët. James Rubin ka shenë këshëlltarë i ashtë thashit. Albrighti, Vesti Clark, kretë që ta Izraelitët, mu Izraelitin, ngoj që më ka honë Izraelit. Janë shtetas amerikanat, janë shtetas Mu Izraelitin ka thonë në amerikanë. Amerikë. Tha mere cilë dushkere 120.000 dolar pa pare ki. Se ti e heroj i kombit që lufton i dojnë shumë njëstë që luftojnë. Izraelitët jonë, vëllavi jam, gjaku jam, familja jame. Kur dojnë të vinë të këtë e mja foli? Rrim bashkë me të jetoj. Të rojnë unë si dua. Letërëj. Dhe më kalëzuti mu për pjeshke pra mo me kush ta merë tukën? Ku është më në merë tukën? E ka dhenë more, o njëri. Jo, pra burë. Si Na jo? prej, ku kem tokët? Këtë tokët e kem pushtu me për armishve ta. Shko më- Për turkit, shko për më në armumit, Karavastan, për shko në Këtë Ka- tokët e kem pushtu me. Shko më Gja- shiko po, zvërnesën. Unë e kam edhe po, çështje. Islam Po, më folë, po. Masi jam edhe jurist dhe avokat. Unë e nolna, unë e nolna. Është një diçka. Kjo protestat që janë në Shqipëri. Po. Po bastardohet flamuri i UÇK-s. Aty kanë shkuar qytetarë për një qëllim, për mos mu monopolizu, mu privatizu pronat e pllaqit, domethënë Bregdit. Tani po kesh përdorur sistema emblema e UÇK-s. Kesh përdorur, Ka ka vesh diçka. drejtë. E vesh bëj diçka, Edi vesh Rama pak, po atë. prit pa. Duhet me pas ligjë për më mbrojt vlerat e luftës. Se edhe ai flamur i UÇK-s duhet ditë Ai flamur është i Shqipërisë. Po prit, cilën kohë manifestohet, cilën kohë del, cilën kohë njerëz dalin edhe i kanë ato drejta. Ço për të protestuar, ço për festa. E pse s'dolën këta? Pse s'dolën këta? Kraj lutës, Muhamet Kuka shon komunistën e Kosovës.
Muhamet Kuka, rrin rrugës gjithë ditën me flamur, e shkon nëpër elektorate, nëpër hajgore aty po. Ai tjetër. Ai me flamur çdo. Nëpër parti po. Muhamet Kuka është luftëtar si unë për Amerike. Burr nëne që konteston flamurin e UÇK-s në protestë nuk ka zot. Jo, duhet të delej flamur. Kur ti doj qefi Redi të fëtarë. shkel me dikom, flamurin e unë të shkel, UÇK-n po të Gjenë shkel. të uroj më po me një emision tjetër për mbyll me debatin për mos me pos. Faleminderit. Eskalim se do, falenderoj shumë. Ta mëtën mu. Faleminderit. Ty tro me fol pak më pak, po uroj të shi mirë tjera. Unë ju falenderoj shumë. Zotë falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Por zote. Falenderoj Me agam vallai, po smujn bor.